Horoskopi ditor e premte 6 mars 2026. Dashi. Bota juaj është e ngarkuar me energji dinamike, pasi Marsi ndikon fuqishëm në shenjën tuaj. Ndërkohë, mund të lindë një sfidë që kërkon aftësitë tuaja vendimtare të leadershipit. Profesionalisht, konsiderojeni këtë një mundësi dhe jo një problem, përparimet janë të mundshme në aspekte të papritura. Është një ditë për veprim, prandaj kanalizoni këtë energji në pasionet tuaja, duke siguruar produktivitet. Në frontin e marrëdhënieve, angazhohuni në biseda të sinqerta, pasi komunikimi i sinqert do të forcojë lidhjet. Nga ana shëndetësore, kjo është një kohë e përkryer për të ndërmarrë aktivitete fizike që fuqizojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Sidoqoftë, ekuilibri është thelbësor. Shmangni ta çoni veten drejt lodhjes duke gjetur kohë për pushim dhe reflektim. Financiarisht, një rrezik i llogaritur mund të shpërblehet, por sigurohuni që të bëni detyrat e shtëpisë më parë. Kërkoni mendimin e miqve ose mentorëve të besuar nëse keni dyshime. Kreativiteti është i lartë, merrni në konsiderat të kaloni kohë në hobi ose aktivitete që sjellin gëzim. Mbajeni spontanitetin tuaj, por sigurohuni që vendimet të jenë të llogaritura mirë dhe qëllimet të qarta. Demi. Natyra juaj e palëkundur shkëlqen sot, ndërsa Venusi ndikon në kreativitet dhe lidhje personale. Ky ndikim jep një përzierje të përsosur të praktikës dhe njohurive imagjinative, duke e bërë atë një ditë të përsosur për të nisur në sipërmarrje artistike ose detyra zgjidhjeje problemesh. Profesionalisht, ka të ngjarë të gjeni sukses përmes punës metodike dhe rrjedhëzimit strategjik, prandaj mos hezitoni të rilidheni me kolegët. Në dashuri, një gest romantik mund të përmirësojë marrëdhënien tuaj. Planifikoni diçka unike për ta bërë të dashurin tuaj të ndihet i veçantë. Financiarisht, siguria është në agjendën tuaj. Një bekim i papritur mund të vijë, duke forcuar stabilitetin tuaj. Qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet, megjithatë, investimi me mençuri do t'ju shërbejë në planin afatgjat. Sa i përket shëndetit, është thelbësore t'i kushtoni vëmendje teknikave të relaksimit që zvogëlojnë stresin, duke nxitur mirëqenien tuaj. Ndërsa dita zhvillohet, prisni biseda pasuruese që stimulojnë intelektin tuaj dhe ofrojnë perspektiva të thella. Përqafoni këto rryma kozmike për një ditë të ekuilibruar dhe të dobishme përpara. Binjakët. Dita e re sjell premtimin e ndriçimit dhe dinamizmit shoqëror. Me Merkurin që drejton ndërveprime të qarta, do të gjeni komunikim që rrjedh pa probleme, duke ndihmuar si në sferat profesionale ashtu edhe në ato personale. Sot, merrni në konsiderat pjesëmarrjen në tubime ose takime ku sharmi juaj natyror mund të hapë dyert për mundësi të reja. Përshtatshmëria juaj e lindur do të jetë e dobishme kur përballeni me ndryshime në punë. Jini të shkafët për të lundruar në këtë peizazh që ndryshon me shpejtësi. Ide të reja ka të ngjartë ju përmbysin mendjen, prandaj shënojini ato si projekte ose shtigje të mundshme për t'i eksploruar më vonë. Në frontin e dashurisë, shpreha e emocioneve tuaja hapur do të forcojë lidhjet dhe mund të çojë në zbulime të këndshme rreth partnerit tuaj ose të afërmve. Financiarisht, kushtojini vëmendje këshillave nga të moshuarit me përvojë ose nga të besuarit për investimet. Përfshini aktivitete mirëqenieje në rutinën tuaj, të tilla si yoga ose meditimi për qartësi mendore. Ndërsa mbrëmja afrohet, relaksohuni me aktivitete të kohës së lirë që i bëjnë thirrje kuriozitetit dhe ndjenjes suaj të aventurës. Ruani fokusin, ekuilibrin dhe shijoni këtë ditë shoqërore. Daforia. Sot sjell një val frymëzimi të ndikuar nga hëna, duke ju nxitur të kujdeseni si për veten ashtu edhe për mjedisin përreth. Energjitë kozmike favorizojnë vetanalizën dhe pajtimin emocional, duke ju lejuar të zgjidhni çështjet personale të mbetura. Profesionalisht, u besoni instinkteve tuaja pasi njohuritë intuitive udhëheqin vendimet, por mos harroni t'i balanconi ato me analizën logjike për rezultate optimale. Mund të jetë një kohë e përshtatshme për të përmirësuar projektet ose për të eksploruar rrugë të reja. Në marrëdhënie, vlerat familjare dhe lidhjet e sinqerta kanë përparësi. Angazhohuni në aktivitete ose biseda kuptimplote me të dashurit për të nxitur lidhje më të thella. Ana juaj edukuese mund të thirret për të ndihmuar ata që janë afër jush. Mos harroni, empatia juaj është një mjet i fuqishëm. Financiarisht, tregoni kujdes, shmangni shpenzimet impulsive duke u përqendruar në stabilitetin afatgjat. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi aktiviteteve që nxisin relaksimin dhe mirëqenien mendore për të ruajtur ekuilibrin. Kjo ditë ju fton të përqafoni qetësinë, duke ofruar momente paqeje dhe qartësie.
Mos harroni, kujdesi për veten përgatit terrenin për rezultate më të mira të së nesërmes. Luani. Sot është një ditë për të shkëlqyer, pasi dielli fuqizon aurën tuaj të sigurt, duke rritur karizmën dhe potencialin tuaj udhëheqës. Kanalizoni këtë autoritet me mençuri, duke bërë hapa të shquar në sferat e karrierës, duke udhëhequr projekte ose iniciativa të reja. Aftësia juaj krijuese rritet, duke mundësuar zgjidhje inovative për çështje në dukje komplekse. Është një mundësi e shkëlqyer për t'u angazhuar me kolegët ose shokët e ekipit, duke nxitur mjedise bashkëpunuese. Në frontin e marrëdhënieve, ngrohtësia dhe entuziazmi juaj mund të thellojnë lidhjet, kaloni kohë cilësore me të dashurit për të forcuar lidhjet. Financiarisht, ushtroni aftësi dalluese, ndërsa mundësitë mund të duken të pjekura për zgjedhje, mos harroni të bëni kujdes të duhur për të siguruar sipërmarrje të forta. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje çdo tensioni që mund të keni dhe lirojeni atë përmes aktiviteteve krijuese ose të kohës së lirë që përputhen me interesat tuaja. Aftësia juaj për të frymëzuar të tjerët sot është e jashtëzakonshme, prandaj përdoreni atë për të motivuar ata përreth jush, duke inkurajuar optimizmin dhe pozitivitetin. Përqafoni dinamizmin e ditës dhe përgatituni për rezultate të frytshme. Virgjëresha. Sot shënon një kohë efikasiteti praktik dhe ndjekjeje të përsosmërisë. Ndikimi i Merkurit rrit aftësitë tuaja analitike, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për detyra të orientuara drejt detajeve ose planifikim strategjik. Mbajeni rutinën tuaj produktive duke organizuar hapësirën tuaj të punës për një fokus dhe qartësi më të madhe. Profesionalisht, zelli juaj ka të ngjarë të tërheqë vëmendje pozitive nga nivelet më të larta, prandaj qëndroni të qëndrueshëm në përpjekjet tuaja. Bashkëpunimi me kolegët mund të zbulojë rrugë të papritura për rritje dhe përfitim të ndërsjellë, duke lejuar situata të favorshme për të dyja palët. Në jetën tuaj personale, përpiquni të lini kohë mënjam për të dashurit, gjestet e vogla do të ndihmojnë shumë në ruajtjen e harmonisë. Maturia financiare është mantra juaj për ditën, punoni në buxhetim ose rishikimin e planeve financiare për të siguruar të ardhmen tuaj. Në frontin e shëndetit, balanconi ditën me teknika relaksimi, duke lehtësuar çdo stres. Një qasje e bazuar do të jap njohuri dhe përparim të rëndësishëm kur përballeni me sfidat që dalin. Natyra juaj metodike është aseti juaj më i madh sot, përdoreni atë mirë. Peshorja. Ekuilibri dhe harmonia janë temat e sotme, ndërsa Venusi ju frymëzon të kërkoni një ekuilibër të bukur në të gjitha aspektet e jetës. Profesionalisht, kjo është një ditë për të krijuar rrjete dhe për të krijuar aleanca, ku aftësitë tuaja diplomatike do të shkëlqejnë, duke ndihmuar në kapërcimin e boshllëqeve dhe zgjidhjen e konflikteve të mundshme. Projektet krijuese lulëzojnë në ndikimet qiellore të sotme, përqafoni ndjekjet artistike ose seancat e idejimit për rezultate tërheqëse. Marrëdhëniet personale gjithashtu përfitojnë nga ky ndikim i ajrosur, me shkëmbime kuptimplote që nxisin lidhje më të thella. Dashuria mund të jetë në qendër të vëmendjes me biseda të përzemërta që pastrojnë ajrin, gjeni momente për të ndarë me partnerin ose miqtë e ngushtë. Financiarisht, merrni në konsiderat përputhjen e burimeve tuaja me vlerat tuaja. Investimet në fusha afër zemrës suaj mund të gjenerojnë si kënaqësi personale ashtu edhe kthim. Për të ushqyer mirëqenien tuaj, angazhohuni në aktivitete që përqendrojnë mendjen dhe trupin, të tilla si meditimi ose ushtrimet e buta. Përqafojeni këtë ditë të fokusuar në harmoni dhe lejojeni atë t'ju udhëheqë përmes ndërveprimeve të suksesshme dhe përpjekjeve përmbushëse. Akrepi. Dita e re shpaloset me një magji introspeksioni dhe emocionesh të fuqishme. Ndikimi i hënës ju shtyn të zhyteni thellë në çështjet personale, duke kërkuar qartësi dhe mbyllje të çështjeve të së kaluarës. Profesionalisht, kanalizoni fokusin tuaj intensiv në detyra që kërkojnë analizë të thellë. Natyra juaj perceptuese do të zbulojë modele dhe njohuri themelore që të tjerët mund të anashkalojnë. Sot ofron mundësinë për të planifikuar strategji afatgjata me saktësi, besoni instinkteve tuaja, por qëndroni të hapur ndaj reagimeve konstruktive. Në marrëdhënie, mbretëron misteri dhe joshja, duke nxitur biseda kuptimplote me një ton qetësues. Kini kujdes ta mbani komunikimin transparent për të shmangur keqkuptimet, autenticiteti forcon lidhjet. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rishikuar investimet ose planet e kursimit. Sigurohuni që po hapni rrugën për sigurinë e ardhshme. Nga ana shëndetësore, ekuilibri emocional është jetësor. Konsideroni mbajtjen e një ditari ose praktika të tjera reflektuese për të ruajtur mirëqenien mendore.
Përqafoni thellësinë e energjive të sotme, aftësia juaj për transformim është e pakrahasueshme. Besoni në udhëtimin tuaj dhe progresin që sjell ai. Shigjetari. Sot mund të ndjej një horizont të pakufishëm të nxitur nga ndikimi i gjerë i planetit tuaj sundues Jupiter, duke parashikuar mundësi për rritje, mësim dhe eksplorim. Profesionalisht, kjo është një ditë fantastike për të nisur në sipërmarrje që zgjerojnë fushëveprimin tuaj ose sjellin dimensione të reja në projektet ekzistuese. Ndiqni bashkëpunime me ata që ju frymëzojnë, duke ndezur entuziazmin dhe vizionin e përbashkët. Një qasje e kujdesshme dhe kurioze ndihmon në zbulimin e perspektivave të mundshme në territore të paeksploruara. Në sferat personale, shfrytëzoni hapjen tuaj për të kërkuar perspektiva të ndryshme. Shkëmbime të tilla pasurojnë marrëdhëniet dhe mirëkuptimin tuaj. Planifikimi i një pushimi të shkurtër ose një daljeje kulturore mund të nxjisë gëzimin dhe lidhjen. Financiarisht, optimizmi është i justifikuar, por zbutni pritjet me vlerësime realiste për të siguruar vendimmarrje të kujdesshme. Sa i përket shëndetit, ushqeni vitalitetin tuaj përmes ndjekjeve aktive ose eksplorimeve në natyrë duke përqafuar lëvizjen si çelës për qartësi. Shpirti juaj aventuresk magnetizon suksesin dhe përmbushjen sot. Lejoni që ky udhëzim të hartojë një trajektore shpresdhënëse ndërsa ndiqni ëndrat me besim dhe entuziazëm të palëkundur. Britsjapi. Disiplina dhe fokusi juaj i lindur dalin në plan të parë në ndikimin e Saturnit. Ky udhëzim qiellor ju drejton drejt përpjekjeve konstruktive dhe arritjes së rezultateve të prekshme. Sa i përket karrierës, një qasje metodike do të jetë e frytshme. Hidhni themelet për qëllime afatgjata duke hartuar plane të detajuara që përfshin vizion strategjik. Cilësitë tuaja të leadershipit theksohen sot, shfrytëzojini ato për të frymëzuar dhe drejtuar ekipet tuaja me qëllim dhe qartësi. Në marrëdhënie, këshillat tuaja praktike dhe prania e qëndrueshme u japin siguri të dashurve, duke i forcuar ato lidhje. Financiarisht, vlerësoni asetet dhe detyrimet tuaja. Merrni në konsiderat konsultimin me një këshilltar financiar për të forcuar shëndetin tuaj fiskal. Investimet e menduara mirë tani mund të paralajmërojnë prosperitet në të ardhmen. Sa i përket shëndetit, përforconi rutinat tuaja me disiplinë, duke u përqendruar në qëllimet dietike dhe të fitnessit që forcojnë qëndrueshmërinë. Gjetja e ekuilibrit përmes meditimit mundëson ripërtëritjen mendore dhe fizike, duke ofruar njohuri të reja. Përqafoni energjitë e disiplinuara të kësaj dite për të forcuar qëndrimin profesional, për të ushqyer lidhjet personale dhe për të siguruar stabilitetin financiar. Ujori. Dita e re ofron njohuri inovative në ndikimin çlirues të uranit. Dita fton eksplorimin përtej kufive konvencional, duke ju inkurajuar të mendoni jashtë kornizave në të gjitha përpjekjet. Profesionalisht, idetë tuaja shpikse mund të çojnë në përparime revolucionare, prandaj propozoni zgjidhje të reja, madje edhe ato që sfidojnë status quo-n. Aftësitë tuaja bashkëpunuese pasurohen, kërkoni aleanca që rezonojnë me shpirtin tuaj vizionar, duke zgjeruar horizontet tuaja. Në frontin personal, jeni të hapur ndaj ndryshimeve të papritura në dinamik ose plane, duke u përshtatur shpejt duke nxitur lidhjen dhe rritjen. Financiarisht, rivlerësoni qëndrimin tuaj aktual dhe eksploroni strategji alternative investimi që përputhen me vlerat tuaja të orientuara drejt së ardhmes. Investoni kohë në zgjerimin e njohurive tuaja digjitale ose teknologjike për rritje financiare. Nga ana shëndetësore, theksohet mirëqenia mendore ushqyese, merrni në konsiderat angazhimin në praktikat e vetdijes për t'u çlodhur. Besojini rrugës suaj jo konvencionale sot, pasi ajo paraqet mundësi për të ecur përpara me qasjen tuaj unike, duke arritur sukses në mënyra inovative ndërsa ndriçoni ata që janë pranë jush. Peshqit. Yjet rreshtohen për të ofruar thellësi intuitive dhe shprehje krijuese. Me Neptunin që ofron njohuri shpirtërore dhe artistike, aftësia juaj për të empatizuar mund të çojë në mirëkuptim të thellë dhe ndërveprime shëruese. Profesionalisht, përqendrohuni në projekte bashkëpunuese ku talenti juaj vizionar mund të shkëlqejë, duke frymëzuar kolegët dhe klientët njësoj. Lëreni imagjinatën tuaj të udhëheqë, ajo mund të zbulojë zgjidhje të papritura për sfida komplekse. Përshtatshmëria juaj do të jetë një aset në lundrimin në situata fluide. Në çështjet personale, caktoni kohë për lidhje shpirtërore, duke ndarë ëndra dhe aspirata për të forcuar lidhjet. Kushtojini vëmendje emocioneve që shfaqen, duke ju afruar atyre me mirësi dhe mirëkuptim. Financiarisht, ndërsa vlerësimet praktike janë të nevojshme, përfshini kontrolle të nxitura nga instinkti para angazhimeve.
Shmangni sipërmarrjet spekulative sot. Nga ana shëndetësore, ushtrimet e buta ose terapitë e bazuara në arth rrisin mirëqenien, duke promovuar rrjedhën harmonike. Përqafoni energjitë e sotme me zemër të hapur, duke lejuar që aftësitë tuaja krijuese dhe intuitive t'ju udhëheqin përmes ndërveprimeve, vendimeve dhe zbulimeve personale, duke pasuruar rrugën tuaj me qëllim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.